Am vjen mirë njëherë që e ngritët zërin në këtë sallë për këtë problemin e bujqësisë. E dyta, që është shumë e rëndësishme, atë historinë e përsëritur të alerteve falso e tjera me radhë merre mbrapsht. Po do ta marrësh mbrapsht. Po pra po, do ta marrësh, e di pse do ta marrësh mbrapsht. E di pse do ta marrësh mbrapsht, ë? Se në njërin nga rastet fola për kafshët shoqëruese, që simbulon ministria jote, ha? Kështu ishte apo jo? Eksakt pra. Kështu që hiqe njërin nga rastet. Rastin tjetër e ke të provuar. Ti je i vetmi ministër bujqësie që se pranon që të vëshoja apo sistemi të vëshës që ne kemi. Po se kupton pra, prandaj po të them pra. Po nuk e kupton pra, nuk e kupton. Flasim për dy gjëra të ndryshme, nuk e kupton. Sistemi të vëshës që ne kemi ka groposur blegtorin. Ti je i vetmi ministër bujqësie që se pranon këtë gjë. Je i vetmi. Biles, ti je i vetmi ministër bujqësie që mbledh ata të fabrikave për të bërë deklarata kundër deputetëve. Ky është problem shumë i madh. E treta gjë që doja të thoja. Po mirë, ministër, si mund të thuash mund të ketë rënë shiu në atë rastin atje? Po në këtë vend shi ka rënë vetëm dje, mor, ministër. O ministër, shi the, shi. Shi më se të dëgjoj, edhe një herë tjetër. Në këtë vend ka thacir. Për javësh, dje ka rënë shi. Po me qa laget në magazin? Që i ka edhur ujej. Që jo, serioziteti i këtyre institucioneve, që ju drejtoni, natyrisht që është një problem shumë i madh. Edhe një herë, edhe unë me analizë